Shumë nderuar kryetari i Gjykatës Kushtetuese, shumë nderuar antar të Gjykatës Kushtetuese, edhe pse e di mirë që në fakt kjo është e drejta ime kushtetuese për të qenë këtu, dua t'ju falenderoj me respekt të thellë që më keni dhënë një mundësi të jem sot i pranishëm për ta ushtruar këtë drejtë time, për të dëgjuar përpara jush, po dhe përpara të gjithë shqiptarëve. Kam pritur 9 muaj për këto 9 minuta. Betejë ime për të dëgjuar për jush vjen pas një sage të gjatë. Zhgënjyese për thënë drejtën, për të dëgjuar çfarë pas kam bërë. Që jam rrëmbyer nga zyra ku më kanë zgjedhur qytetarët dhe jam mbyllur në një qeli me një regjim burgosje apo shoqërimi më të rëndë se sa vrasje seriale. Kam sot më shumë policë në Gjykatë Kushtetuese se ç'kam avokat. Provën e keni këtu në këtë sallë. Kam përjetuar një periudhë gjatë, të mbushur me shkelje drejtave të mia themelore si qytetar i kësaj republike. Por mbi të gjitha, një periudhë denigrimi dhe përpjekje për të heshtur zërin e një të zgjedhurit 3 herë radhazi nga qytetarët e Tiranës. Kjo nuk është thjesht një përpjekje për të denigruar mua. Ky është një përçmim, është një neveri ndaj votës, ndaj gjës më të shenjtë që ka demokracia. Dhe përçmimi ndaj saj në fakt është përçmim ndaj forcës që kanë qytetarët. Është një përçmim ndaj fuqisë që populli i jep Republikës për ta drejtuar në emër të tij. Siç thoshte Martin Luther King, harku i universit moral është i gjatë edhe raskapitës. Po në finale edhe ky hark anon nga e drejta. Ndaj dhe jam sot përpara jush si kryetar i Bashkisë së Tiranës, qytetit më të madh të kombit tonë, me të drejtën që më kanë dhënë 160.000 vota, qytetarësh lirë të këtij qyteti, në fund të këtij harku 9 mujor në kërkim të kësaj drejte. Unë nuk jam këtu për të mbrojtur veten, sepse nuk kam kryer asnjë shkelje që detyrohem të mbroj veten përpara jush. Por jam këtu me respekt, me gjithë respektin që meriton detyra juaj e lartë, për të kërkuar një gjë të vetme. A mund ta mbrojmë së bashku demokracinë që sot po vihet në sprov? Demokracinë për cilën si unë ashtu dhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar kur kemi marrë detyrat tona respektive që ta mbrojmë, jo në letër, po me veprim, edhe këtu, edhe sot. Ky mandat nuk është mandati im. Ky mandat është një beslidhje publike. Një kontratë që qytetarët e Tiranës më kanë dhënë me vullnetin e tyre si njerëz të lirë. Kjo beslidhje është nderi i jetës sime. Dhe për mbrojtjen e saj do bëj gjithçka që më lejon ligji, fuqia e mendjes edhe forca e zemrës time. Do ta mbroj deri në fund sepse nuk po mbroj këtu një karrige, por shpirtin e një lidhje të shenjtë midis qytetarit dhe të zgjedhurit të vet. Populli i këtij vendi përmes kushtetutës ka vendosur qartë se askush nuk mund ta ndërpresë mandatin e një të zgjedhurit vendor përpara afatit. Pikë. Përveç se kur ai ka shkruar shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjit. Ky nuk është një zbulim miri, kjo që sapo thash, por është një premtim solemn që Republika e bën ndaj vetes vet, një kufi moral dhe një kufi ligjor, që askush, as unë, as ju, askush nuk duhet ta shkel, ose nëse do ta shkel duhet rrëzojmë më përpara themelet e besimit publik mbi të cilat ngrihet vetë shteti ynë. Prandaj me respekt plot dhe solemn për këtë gjykatë, unë pyes sot, cilën shkelje të rëndë kushtetutës apo të ligjit kam kryer unë në ushtrimin e mandatit kushtetues të kryetarit të Bashkisë së Tiranës? Përpjekja ime për të mbrojtur beslidhjen me qytetarët e Tiranës, edhe në kushtet e rrëmbimit në qeli, është detyrim imi ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Besimi im se vota e lirë është më e fortë se kulisat politik, është fuqia që më shtyn ta bëj këtë betejë sot këtu përpara jush edhe përpara të gjithë shqiptarëve. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik, apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve, është një bindje e palëkundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtar të Gjykatës Kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare, themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga sovrani, nga populli pra, të gjithë ne qytetarë, politikanë në punës së shtetit, edhe ju të nderuar gjyqtar, jemi betuar me dorë në zemër për ta respektuar dhe për ta mbrojtur këtë vlerë kaq të lartë. Ne jemi betuar se do mbrojmë demokracinë, jo që do ta përdorim atë për interesat kohës. Ta ruajmë si pasurinë më të shenjtë të Republikës, jo ta sakrifikojmë për një llogari të vogël të një momenti, për rahati politike apo për urdhra të përkohshëm që bien ndesh me ligjin e përjetshëm të drejtësisë. Kjo është çështja gjyqësore që do përcaktojë një herë mirë, nëse pushteti do t'i përkas ende qytetarëve, apo do t'u merret atyre në mënyrë të fshehtë dhe ileqare, pas perdeve të caluara me nene dhe gërma të ligjit.
Nëse ligji do të përdoret për ta mbrojtur demokracinë apo se ligji do të përdoret për ta përmbysur në emër të një formaliteti, të nevojshëm për një moment caktuar. Sepse kur pushteti që buron nga vota tjetërsohet me taktika për ta anashkaluar vetë vullnetin e votës, atëherë besimi ndaj qytetarëve kthehet në një tradhti morale. Pushteti që ata na kanë dhënë për të shërbyer, po përdoret për t'i sunduar, jo për të shërbyer. Me të njëjtat mjeta që i ka vënë dispozicion në fakt për t'i mbrojtur qytetarët. Dhe atëherë, sipas meje, Republika nuk rrezikohet nga asnjë armik i jashtëm, por nga vetë ata që nën betim për ta mbrojtur po e përdorin për ta nënshtruar. Po citoj: "Betoja në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e kryetarit të bashkisë dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve." Ky është një fragment nga formula e betimit tim si kryetar bashkie 3 herë me dorën në zemër i zgjedhur nga qytetarët e lirë të Tiranës. Ndaj sot jam këtu për ta mbrojtur deri në fund betimin tim për të bindur kushtetutës. Kontratën time me qytetarët e Tiranës. Një kontratë që ka qenë zemrën time në çdo orë pune, në çdo mëngjes, në çdo mbrëmje, në diell, në shi, në çdo rrugë të shtruar, në çdo kënd lojrash, ju kujtohen betejat me pistoleta në kënd lojrash, në çdo shkollë janë rreth 50 të reja, kopshte të çerdhe rreth 110, bulevard, kala, shesh, park që kanë ndryshuar sot Tiranën. Edhe nga ditët e pandemisë kopshme, ku çonin ndihmat izoluarve apo të tërmetit, kur ndërtuam shtëpitë e mira familjeve, i kam qëndruar besnik këtij betimi. Dhe unë këtë betim do ta mbroj edhe këtu sot përpara jush, deri në fund. Sepse unë nuk besoj që ka diçka më fisnike për t'u bërë sot, dhe diçka më frymëzuese për një njerëz që i shërben publikut, që është në angazhimin e jetës publike, se sa ta mbroj besimin që i është dhënë me votë të lirë të qytetarëve të lirë. Besimin për drejtuar jo vetëm kryeqytetin e Shqipërisë, një punë administrative, por kryeqytetin e gjithë shqiptarëve, një punë jashtëzakonisht simbolike, një qytet që rre me pulsin e gjithë kombit tonë. Dhe kur beson që t'i dhënë gjithçka për këtë mandat të qytetarëve, vjen arsye për cilën të largojnë nga detyra. Dhe citoj: "Mos prezenca në detyrë për më shumë se 3 muaj." Nuk isha se si të më fyenin më rënd se kaq. Do të ka qenë fyerja më e rëndë e jetësime publike dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim.